kush është për? Se e drejta për shërbim universal u takon vetëm konsumatorëve familjar dhe as nuk ka urdhëruar pezullimin e liberalizimit të tregut të energjisë elektrike. Përkundrazi, gjykata ka konstatuar se tregu ligjërisht është i hapur. Gjykata Supreme e Republikës Kosovës, përmes aktgjykimit të lartë të cekur, ka shfuqizuar drejt për drejt nenin 8 të udhëzuesit të vitit 2017 dhe nenin 2 të ndryshimeve dhe plotësimeve të viteve 2018 dhe 2019, duke konstatuar se këto dispozita kanë krijuar paqartësi juridike për konsumatorët për shkak të mungesës së arsyetimit të mjaftueshëm dhe interpretimit të kuadrit ligjor në raport me direktivën 2009/72 të Bashkimit Evropian. Në arsyetimin e aktgjykimit, veçanërisht në faqen 32, Gjykata Supreme ka bërë interpretim të detyrueshëm të nenit 37 paragrafi 2 në lidhje me nenin 3 paragrafi 1.72 të ligjit për energjinë elektrike, duke ju referuar drejt për drejt nenit 3 paragrafi 3 të direktivës 2009/72. Gjykata ka sqaruar se e drejta për shërbim universal u takon vetëm konsumatorëve familjar dhe ndërmarrjeve të vogla, të cilat, sipas përkufizimit të detyrueshëm të direktivës, janë ndërmarrjet me më pak se 50 punonjës dhe një qarkullim vjetor ose bilans jo më shumë se 10 milionë, duke theksuar se ky përkufizim është pjesë integrale e së drejtës evropiane dhe nuk mund të zgjerohet përmes akteve nënligjore. Për rrjedhoj, gjykata nuk ka konstatuar mungesë të bazës ligjore për liberalizim tregut, por vetëm mungesë të arsyetimit në disa dispozita nënligjore të shfuqizuara. Zëre e vlerëson se Gjykata Supreme nuk ka vendosur obligim pozitiv për zëren, për të nxjerrë një akt normativ të ri zëvendësues dhe as nuk ka urdhëruar pezullimin e liberalizimit të tregut të energjisë elektrike. Përkundrazi, gjykata ka konstatuar se tregu ligjërisht është i hapur dhe se zbatimi i ligjit primar dhe i direktivës 2009/72 vazhdon drejt për drejt, pa pasur nevojë për ndryrje shtesë normative. Në këto rrethana, nxjerrja e aktit normativ të ri për shfuqizim ose zëvendësim të dispozitave të shfuqizuara do të ishte e panevojshme nga aspekti juridik dhe veprimet procedurale, pasi do të krijonte përshtypjen e gabuar se shfuqizimi i bërë nga Gjykata Supreme nuk ka qenë mjaftueshëm ose se zëre ka kompetencë të rishërtoj efektet e aktgjykimit. Duke u nisur nga parimi i hierarkisë së normave juridike dhe nga parimi i sigurisë juridike, zëre e vlerëson se veprimi më i përshtatshëm dhe proporcional është nxjerrja e një vendimi deklarativ dhe konstatues, i cili ka për qëllim vetëm evidentimin institucional të faktit se dispozitat e shfuqizuara nuk janë më pjesë e rendit juridik dhe se zbatimi i ligjit të energjisë elektrike në frymën e direktivës 2009/72 vazhdon në përputhje me interpretimin e dhënë nga Gjykata Supreme, ku përcaktohet qartë se shërbimi universal e gëzojnë të gjithë konsumatorët familjar dhe kur e shohin të përshtatshme ndërmarrjet e vogla, ndërmarrjet me më pak se 50 punëtor dhe një qarkullim vjetor ose bilans jo më shumë se 10 milionë euro, të kenë shërbim universal, që do të thotë të drejtën për të furnizuar me energji elektrike me cilësi të caktuar brenda teritorit të tyre, me çmime të arsyeshme, të lehta për të krahasuar, transparente dhe jo diskriminuese. Ky vendim nuk do të krijon norma të reja juridike, nuk prodhon efekte retroaktive dhe nuk cënon marrëdhëniet juridike të krijuara më parë. Zëre vazhdon zbatimin e ligjit për energjinë elektrike në përputhje me nenin 3 part 3 të direktivës 2009/72, ashtu siç janë interpretuar nga Gjykata Supreme pa zgjerim apo kufizim për te kritereve të përcaktuara nga ligji primar. Ky vendim është deklarativ dhe konstatues në natyrë dhe nuk krijon, ndryshon apo shfuqizon të drejta ose detyrime të reja për konsumatorët apo pjesëmarrësit në treg. Ky vendim nuk ka efekt retroaktiv dhe nuk ndikon në vlefshmërinë e marrëdhënieve juridike të krijuara në bazë të legjislacionit në fuqi. Ky konstatim bëhet vetëm për qëllim të qartësimit institucional dhe transparencës juridike, pa krijuar efekte të reja normative. Faleminderit. Nëse s'ka atëherë kush është për, atëherë konstatoj që me 5 vota për, asnjë kundër, aprovohet edhe
Ky vendim që në një farë, siç është prezantuar edhe prej Departamentit Ligjor, është zbatim ose konfirmim i zbatimit të vendimit të Gjykatës Supreme sa i përket udhëzuesit, i cili vetëm se ka qenë i fuqizuar që nga viti 2021, mirë po është konstatuar edhe nga Gjykata Supreme me pezullimin e këtyre dy neneve të këtij udhëzuesi.